Pjesa e dytë e kampionatit në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut vazhdon që nesër me ndeshjen e Xhiros 18, ndërsa ndeshja hapëse e kësaj jave do të zhvillohet në Kavadar, aty ku do të përballen Tikveshi Vendas dhe Shkëndija e Tetovës. Në Xhiron e 17 Tikveshi mundi Shkupin 6-0, ndërsa Shkëndija mundi ekipin e Struga Trimlum 2-0, duke u bazuar në renditjen aktuale. Pikët nga kjo ndeshje janë shumë të rëndësishme dhe për Tikveshin që aktualisht gjendet në pjesën e poshtme të tabelës, por dhe për ekipin kuqezi që lufton për të mbrojtur titullin kampion. Në pritje të kësaj ndeshje kampionale, futbollisti Imran Fetaj tha se fitoria e së martës kundër Struga Trimlum na motivon edhe më tepër që në ndeshjen e së nesërmes t'i qasemi me seriozitetin më të madh. Ndeshjet i marrim një nga dine, që me Strugën tash harrohet dhe shkojmë në ndeshjen nesme ku sërish shkojmë për 3 pikë dhe shkojmë t'i marrim. Po është e vërtet, ato në terren Vendas janë shumë të mirë, ku vetë kam luajtur dhe e di atje që në terrenin Vendas ato motivohen shumë dhe bëjnë lojë të mirë, por normal. Ne i kemi parasysh gjitha dhe shkojmë për fitore. Çasti do të jetë si çdo herë, motivim maksimal, çasti serioze dhe shkojmë për 3 pikë. 5 ndeshje tjera do të zhvillohen të dielën, të hënën dhe të martën, sipas këtij orari të përcaktuar. Të dielën takohen Struga Trimlum, Sileksi dhe Rabotnički Vardari. Të hënën takohen Arsimi AP Brera dhe Makedonia Gjorgje Petrov, Shkupi. Të martën dhe kur mbyllet java e 18 takohen Bashkimi dhe Pelisteri.